problem pampersa, ka 20 pako veç 2 shekut, që ja vejmë 2 shekut. Jemi në fshatin Ramanat të Bashkisë së Durrësit, do të shkojmë në familjen Gryka për të dëgjuar shqetësimin e tyre që lidhet me heqjen e paketës higjieno-sanitare për djalin e tyre, Arjan Gryka, 32 vjeç. Qysh 6 muaj më mi fjalë, me që ashtu e kaloj temperaturë, edhe përfundoj kështu si është. Shkuam ke nana ke kempi e pror, e më panë çunin me karrocë, edhe tha, ka kalu temperaturë ky djalë, po i tham ne. Tha, mirë tha, mas 2 javësh ose 3 do ju bim përgjigje. Nga data 1 nëntor e deri me mars, ne 5 muaj s'pa të morë pension fare na ndërprejnë kempin. Mori e komunës kanar letrët e djalit të paketën ka hek. As nuk flet, as nuk ushqehet, vete ushqim, vete ndrojmë, vete çojmë në tualet, vete lajmë gjithë 2 vetë ne, të 2 burrë gru. I morëm ilaçe se nuk del jashtë, 2800 lek i pudur, që do ta pudrosoj, nuk rrihet në shtëpi se do ta lash se jam pletni nana. 20 pako pampersa, kam nana 32 vjet, që unë daç për mirë, daç për keq, unë se kam dalë në këtë prakt. Vetëm këtu edhe këtu. As mi vën ke nana. Çfarë ka ndodhur me rastin e Arjan Grykës në vitin 2024? Dosja e tij është rinovuar dhe është dërguar në komisionin e parë të statusit para tetraplegjisë, ku ka dalë me divergjencë, është bërë ndërprerja e pagesës dhe më pas dosja është kaluar në kempin e pror. Pikërisht në kempin e pror, përveç se kemi heqjen e paketës higjieno-sanitare, në fakt kemi ndryshimin total të situatës. Nuk është më me statusin para tetraplegjisë, por ka kaluar si person me aftësi të kufizuara. Në këtë mënyrë, familjarët kanë ndjerë vetëm mungesën e heqjes së pagesës së paketës higjieno-sanitare, por ka pësuar ndryshime edhe masa e pagesës për sa i përket kujdestarit. Rasti që ne prekëm, realiteti që ne prekëm, na lë të mendojmë që ndoshta ka ardhur momenti që të shikohen ndryshime për sa i përket personave me aftësi të kufizuar, si rasti i Arjanit, që nuk lëvizin, që nuk kryejnë dot asnjë lloj shërbimi kundrejt vetes, e ndoshta kanë të nevojshme edhe shërbimin e paketës higjieno-sanitare. Këtë dorë kam pak në jo plotësisht të saktë. E përdor hallet, ja të seriozat ja. Edhe goja si shmonë gjikon. Kjo vëtasin nuk për të fare. Ky është Blenar Canaj, 47 vjeç, nga qyteti i Tepelenës. Në komisionin e fundit që ka dalë për sa i përket statusit të para tetraplegjisë, është vendosur që t'i hiqet paketa higjieno-sanitare. Ka një nduksh. Edhe trajtoj me kem të plot. Para tetraplegjik. Në hoqjen paketën e higjienës. Ke dhimbje në këtë moment që po lëviz ashtu? Kam nuk rritë gjatë. Ndërkohë sa ka qenë masa e paketës higjieno-sanitare që është ndërprerë? Ishte 65, ishte gjatë. Blenar, në vendimin e komisionit të parë, nuk t'u dha paketa higjieno-sanitare dhe të sollën në komisionin e pror. Në komisionin e pror sot ke dalë dhe ke marrë për fat të keq një përgjigje negative. Përse? Se ai tha që ti e ndjen urinën, tha. Unë e ndjej urinën, po... Si të shkosh deri tek tualeti? Ato bebelina kush me blej. Kam druna që. Gjithkohës në këtë pozicionin ba? Në këtë pozicion. Edhe dorën kështu? Edhe dorën kështu, edhe këtë se kam plotësisht sakt. Edhe goja si shme shikon, ja i thot, së nuk të takon, dhe. Kjo është bucaq, ku takohesh? Kjo është shteti janë. Mund ta bëj dot një grua këtë që bën këtë djali? Mua më vjen shumë keq, Blenar, që ti po kthehesh në Tepelen pa një përgjigje pozitive për atë që kërkon dhe me të drejtë. Dhe kështu do shkosh deri në Tepelen. 2 orë rrugë. Pse? 3 orë rrugë.